Bordi i Transparencës ka ndërhyrë sërish te çmimi i karburanteve duke rishikuar me rritje çmime tavan si për naftën ashtu edhe për benzinën. Sipas çmimeve të reja, nafta do të shitet me 215 lekë për litër në tregun e Pakicës ose 6 lekë më shtrenjtë nga çmimi i fundit tavan. Në tregun e Shumicës, nafta do të shitet me 203 lekë, benzina u rrit me 3 lekë në tregun e Pakicës, duke shkuar nga 175 lekë për litër në 178 lekë për litër. Ndërkohë me Shumicë, benzina do të tregtohet 166 lekë. Bordi thotë se çmimet e vendosura këtë të martë do të jenë në fuqi deri në një vendim të ri, dhe se niveli tavani i tyre përcaktohet në bazë të luhatjes në bursat ndërkombëtare, ku pas lajmit për dështimin e raundit të parë të negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, tregjet reflektuan me rritje çmimin e naftës. Ndërkohë me tavanin e ri, nuk aplikohet zbritja e akcizës, që sipas aktit normativ të qeverisë ulet me 20% vetëm në rastet kur çmimi i tavanit naftës i caktuar nga bordi arrin më shumë se 220 lekë për litër në tregun e Pakicës.